Tri pyetje. Në çdo kuvendim të Kurejshive, kishte të paktën një farë diskutimi për atë që dukej të ishte problemi tyre më i madh. Dhe ata tani vendosen të çonin njerëz në Jethrib për të këshilluar me rabinët, Qifut. Pyetni për Muhamedin, u thanë ata dy të dërguarve. Përshkruajani dhe tregojani çfarë thotë, sepse ata janë populli i shkrimit të parë dhe kanë njohuri për të dërguarit, të cilët ne nuk e kemi. Rabinët kthyen këtë gjevap. Pyeteni për tri gjëra, dhe të cilat po ju udhëzojnë. Ne ju përgjigjet, atëherë është i dërguar nga Zoti, e nëse jo, është sa juaj rrenash. Pyeteni për disa të rinj që lanë popullin e tyre kohëve të moshme. Ç'u bë me ta? Se tyrja është ndodhi habitëse, dhe kërkojeni habere për një udhëtar të largët që mbërriti në skeje të tokës në lindje e perëndim, dhe pyeteni për shpirtin ç'është ai. Nëse ju dëfton këto gjëra, ndiqeni, sepse është i dërguar. Kur të dërguarit u kthyen në Mekë, me lajmet e tyre, prijesat Kurejsh quan dikë tek i dërguari dhe ja shtruan pyetjen. Ai u përgjigj: "Do t'ju a them nesër", por nuk e tha. Në dash Zoti. Dhe kur ata erdhën për përgjigjet, atij u desh t'i kthente dhe kështu vazhdoi ditë pas dite, gjersa kishin kaluar 15 natë. Dhe ai nuk ishte marrur një farë shpalljeje, e as Gjibraili nuk i kishte ardhur që kur ishte pyetur. Mekasit e thumbonin dhe ai hidheroi me çfarë i thonin e trishtoi shumë. Trishtoi që nuk kishte marrur ndihmë e shpesuar. Atëherë Gjibraili i solli një shpallje që e qortonte për hidhërimin e tij, me çfarë thoshte populli i vet, duke ja treguar përgjigjet e tri pyetjeve. Pritja e gjatë që ju desh të duronte, u shpjegua në fjalët. Dhe mos thuaj për asgjë, vërtet do ta bëj nesër, përveç se duke thënë në dash Zoti. Por ndonë se dhimbshme për të dërguarin të ndjekësit e tij. Shtyrja e kësaj shpalljeje ishte në fakt fuqi i shtesë. Armiqtë e tij më të këqij refuzuan të nxirrnin përfundime prej saj, por për shumë Kurejsh, që ishin dy mendjesh, ajo përbënte vërtetim të fuqishëm të buhimit të tij, se shpallja i vinte nga qielli, dhe se ai nuk kishte hise në të e as kontroll mbi të. Ai ishte përfytyrueshme që nëse Muhamedi i kishte shpikur shpalljet të mëhershme, ai mund ta kishte shtyrë ka gjatë shpikjen e kësaj të fundit, sidomos kur ndihej se ishte në lojë atë shumë. Edhe besimtarët morën forcë, si për herë, nga vetë shpallja. Kur Kurejshet i kërkuan ngjarjen e të rinjeve, që kishin dhënë njerëzit e tyre ditëve të moshme, të cilën askush në Mekë nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë. Ata nuk e dinin se kjo do të lidhej me gjendjen e tashme, në diskreditimin e tyre dhe kreditim të besimtarëve. Ajo quhet shpesh ngjarja e fjetësve të Efesit. Pasi pikërisht aty në mesin e shekullit të tretë, disa të rinj i kishin qëndruar besnik adhurimit të Zotit një. Kur njerëzit e tyre kishin rënë në idhujtari dhe i përsekutonin pse nuk i ndiqnin ata. Për të ikur këtij përsekutimi, ata u strehuan në një shpellë ku u vunë mrekullisht në gjumë për më se 300 vjet. Krahas asaj që dinin Qifutët, rrëfimi kuranor tregonte hollësira që si kishte parë sy njeriu. Si për shembull pamja e fjetësve kur bënin gjumin e tyre të padëshmuar në shpellin e tyre për gjatë shekujve, dhe se si ndehiti qenie besnik me putve të përparme të shtrira mbi prag. Sa për pyetjen e dytë, udhëtari i madh quhet Dhul Karnein, dy brirëshi. Shpallja përmend udhëtimin e tij deri në perëndimin e skajshëm dhe lindjen e largët.
Dhe atëherë, duke u përgjigjur më shumë se që kërkohej, tregon një udhtim të tretë misterios, të një vend midis dy mareve ku njerëzit e lutën të ngrinte një pengesë që do t'i mbronte nga Gogu e Magogu dhe gjindet e tjerë që po shkëtonin tokën. Dhe Zoti dha fuqi t'i mbante shpirtrat e këqij brenda një hapësire nga e cila nuk do të dalin deri në ditën e caktuar hynërisht. Kur sipas dërguarit, ata do të bëjnë shkatrime të tmerrshme mbi faqen e dheut. Dalja e tyre do të ndodhte përpara orës së fundit, por do të ishte ndër shenjat se fundi është afër. Në përgjigje të pyetjes së tretë, shpadhja pohonte tërshëndetësën e shpirtit ndaj mendjes së njeriut, e cila është e paaftë tarok. Tash të pyesin për shpirtin. Thua ju, shpirti vijon nga urdhri i Zotit tim. E si ju është dhënë nga dia përveç se pak. Qifutet kishin qenë shumë të etur të dëgjonin që përgjigje u kishte dhënë Muhamedi pyetjeve. Dhe lidhur me këtë fjali të fundit mbi dijen, ata e pyeten me të dhënë rastin e si i referoi popullit të vet apo atyre. Të dyve, tha i dërguari, me që rast ata protestuan se u ishte dhënë dija të gjithë gjërave, sepse kishin lexuar Torën, me të cilën kishte shtjellim të gjithë shkaje, si që pohonte vetë Kurani. I dërguari u përgjigj, e tëra, përveç se pak, është për dijen e vetë Zotit. Por se prap në të, keni mjaftueshëm për nevojat e juaja, sikur vetëm ta zbatonit. Pikërisht, atëherë erdhi shpadhja për fjalët e Perëndisë, që shprehin thjesht një pjesë së dijes së tij. Sikur të gjitha pemet në tokë të ishin kolem, e deti i shtuar me 7 detëra të ishte boj, fjalët e Allahut nuk do të soseshin. Pjesat Kurejsh nuk ishin angazhuar të dëgjonin këshillën e rabineve, e as vetë rabinët nuk e njohen i dërguarin për të tillë. Megjithse ju përgjigj trypjetjeve tej, pritshmërive të tyre, por përgjigjet shërbyen që të konvertoheshin të tjerë. Dhe sa më shumë shtoheshin ndjekësit e tij, aq më shumë e ndjenin kundërshtarët se bashkësia dhe mënyra e tyre jetesës ishte në rrezik, të aq më vendosmërisht e organizonin përsekutimin e të gjithë atyre besimtarëve që mund të keq trajtoheshin pa u ndeshkuar. Çdo klan merrej me muslimanët e vet, ata i burgosnin dhe i mundonin me rahje, uri dhe etje, i shtrinin mbi dheun e pjekur nga dielli i Mekës, kur nxehtësia arrinte kulmin për të detyruar të mohonin fenë e tyre. Kryetari i xhumave, Umeja, kishte një skllav afrikan të quajtur Bilal, i cili ishte besimtar i paepur. Umeja e nxirrte në mesditë, në vend të hapur dhe e gozhdonte për tokë me një gur të madh mbi gjoks, duke vëtuar se do ta linte ashtu gjersa të vdiste, ose të mohonte Muhamedin e të adhuronte Latën dhe Uzan. Tek duronte këtë, Bilal i thoshte, një. Ndodhte që i moshuari Vereka kalonte aty pari teksa i vuante këtë torturë dhe përsëriste, një, vërtet një është, o Bilal, pohonte Vereka. Atëherë duke ju kthyer Umejes, thoshte, betohem për Zotin, që po e vrave kështu, do t'ja varin faltore. Jo çdo Kurejsh jetonte me klanin. Edhe Bubekri kishte marrë një shtëpi në mahallën e Beni Xhumave. Kjo nuk kuptonte se ata kishin më shumë rast të shihnin të dërguarin se sa klanet e tjera, sepse ai i bënte vizite Bubekrit çdo pasdite. Dhe thuhet se profeti ka të shkruar gjithmonë një pjesë të mesazhit në fytyrë. Fytyra e Bubekrit ishte edhe ajo një farë libri, dhe prania e tij në atë lagjet e Mekës e mirëpritur më parë si pasuri nga i tërë klani, tani i përbënte burim ankthi për prjesit të tij. Pikërisht, prej tij ishte futur Bilali në Islam, dhe kur pa se si po e torturonin, ai i tha Umejes, a si druhesh Zotit vallë?
që e trajton kështu të gjorin. Ti e ke prishur atë, ja ktheu Umeja. Daj, shpëtoje, nga që po sheh. Do ta bëj, tha Ebu Bekri. Kam një djalosh të zi, që është më i fortë dhe më energjik se ai, një i fesë tënde. Ta jap atë për Bilalin. Umeja u pajtua, dhe Ebu Bekri e mori Bilalin dhe e liroi. Ai kishte liruar tashmë 6 të tjerë, të parin nga të cilët Amir ibn Fuhejren, një njeri me fuqi të madhe shpirtërore, i cili kishte qenë ndër të kthyerit më të hershëm. Amir ishte bari, dhe pas që lirua, mori përsipër tufat e Ebu Bekrit. Një tjetër nga të liruarit për ti ishte një sklave që i përkiste Umerit. Ajo ishte futur në Islam dhe Umeri e rrihte që ajo të hishte dorë. Kur Ebu Bekri ndodhi të kalonte aty pari dhe e pyeti nëse pranonte t'ja shiste. Umeri u pajtua dhe Ebu Bekri e bleu dhe e liroi. Ndër përsekutuesit me shpirt gur ishte Ebu Gjehli. Nëse besimtari kishte familje të fuqishme për ta mbrojtur, Ebu Gjehli thjesht e fyente dhe i premtonte t'ja rënonte emrin dhe ta vënte gazin e botës. Nëse ishte tregtar, e kërcënonte se do ta ndalonte tregtimin duke organizuar bojkot të përgjithshme madhësh që të rënohej. Nëse ishte i dobët e i pambrojtur nga klani vet, e torturonte dhe ai kishte aleat të fuqishëm në shumë klane të tjera, të cilat mund t'i binte të vepronin një lloj më të kthyrit të tyre të dobët e të pambrojtur. Pikërisht nëpërmjet tij u torturuan pjesërisht pjesëtarët e klanit të tij, 3 nga aleatët e tyre më të varfër, Jasirin me Sumejen dhe birin e tyre Amarin. Ata refuzuan të ishnin dorë nga Islami dhe Sumeja vdiq nga vuajtjet që i shkaktuan. Por disa nga viktimat e mazumeve dhe klaneve të tjera nuk mund të duronin atë që ishin detyruar të kalonin. Dhe përsekutuesit e tyre i quan në një gjendje ku mund të pajtoheshin për çkado. Atyre u thuaj, as janë Lata Uzaja perëndit e juaj ashtu si Allahu? Ata thoshin po, dhe nëse një brumbull u zbariti pranë dhe pyeteshin, a nuk është ky brumbull Zoti juaj sikurse Allahu? Ata thoshin po, thjesht për të shmangur dhimbjen e padurueshme. Këto tërheqje ishin në buzë, jo në zemër, por ata që i kishin bërë mund ta ushtronin Islamin, veç në privatësinë më të madhe, me të cilën disa prej tyre nuk e kishin. Megjithatë, ata e kishin një shembull të ngjara, e sapo shpallur e djalmoshave që kishin lënë popullin e tyre dhe ishin strehuar të Zoti. Në vend që t'u nështroheshin zotave të tjerë, dhe kur pa që megjithse i kishte ikur persekutimi vet, shumë prej ndjekësve të tyre nuk kishin mundur. I dërguari u tha, sikur të shkonit në vendin e Abisinazve, do të gjenit një mbret në të cilin askush nuk beson zullum. Është tok sinqeriteti në fe. Derisa Zoti të bëj për ju një mjet lehtësimi nga që po vuani tani. Kështu, disa nga shoqëruesit e tij u nisën për Abisini. Ishte mërgimi i parë në Islam.